Denoncime në SPAK, por edhe paralajmërime publike. Ishin këto strategjitë e ndjekura nga Partia Demokratike ditën e sotme, përballë atyre që i quan sulme të mazhorancës me tërë arsenalin e saj të administratës dhe krimit. Në Korçë, Ivi Kaso njoftoi se kishte denoncuar ishnën kryetaren e bashkisë dhe drejtorët rajonal të autoritetit kombëtar të ushqimit, hipotekës, e tatim taksave se po u bëjnë shantazh qytetarëve dhe bizneseve për të votuar parti në pushtet. I paralajmërojmë të gjithë ta bandit zgjedhor, duke filluar nga Niko Peleshi, duke vazhduar te Besa dhe gjithë enturazhi i tyre, që pas datës 11 maj, përveç se me Demokratët dhe Partinë Demokratike, do të përballen dhe do të kenë hesapet e tyre me drejtësinë. Në Elbasan Tomo Realizoti përdori një retorik jo të zakonshme për të, kur tha se demokratët do t'i hanin të gjallë ata që minonin fushatën e tyre. I pashqetësuar nga këto zhvillime, madje edhe nga rezoluta e partive popullore europiane që fliste për kërcënim të zgjedhjeve, nëse nuk ndërhyn Bashkimi Evropian dhe institucionet e tjera, u shfaq kryeministri Edi Rama. Ai u mjaftua të përdorte epitetin çyryk ndaj atyre që akuzonin dhe flet rrufet të kënetës rezolutën që prej një jave, pjesë e pashmangshme e fjalimeve të tij sulmuese, ka qenë kontrata e lobimit të demokratëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që edhe pse nuk e ka të shkruar zyrtarisht, objekt ka heqjen e non gratës së Sali Berishës sipas tij. Ky i fundit, në konferencën e pasdites, e quajti totalisht ligjshme dhe jo me subjekt ndikimin në zgjedhje, pavarësisht hetimit nga SPAK. Sipas kryedemokratit, pas kësaj kontrate nuk ka një skenar të ngjashëm me atë të McGonigal. Tashmë, 10 ditë nga zgjedhjet, me këtë retorik akuzash e kundër akuzash, të ngjashme me atë të shumë fushatave të mëparshme, a do arrin partitë kryesore të bindin elektoratin e pavendosur gri, apo thjesht do ta lodhin, duke i dhënë më shumë shanse partive të reja. Mirëmbrëma zonja dhe zotërinj, mirë se keni ardhur në Quo Vadis edhe në këtë ditë e enjte, gëzuar një maj në ditën e punëtorëve, ditën ndërkombëtare të punëtorëve për të gjithë ata të cilët punojnë dhe japin kontribut të ndershëm për këtë vend. Ne sot do të flasim për zgjedhjet e 11 majit, në fakt na ndajnë vetëm 10 ditë. Fushata është në kulmin e saj, ashtu sikurse të gjithë janë tashmë në terren, të gjithë po bëjnë betejën e tyre edhe në rrjetet sociale, duket se nuk mungojnë as denoncimet. Kemi një sër çështjesh për cilat do të diskutojmë ditën e sotme, do të diskutojmë për kontratën e lobimit të Partisë Demokratike, do të flasim për rezolutën e PPE-s, do të flasim gjithashtu për denoncimet janë bërë, çfarë po ndodh me votën e diasporës, problematikën e cila është në Greqi ku një numër i konsiderueshëm qytetarësh nuk po arrin dot që të votojnë aty, por gjithashtu në pjesën e fundit të emisionit, sot për herë të parë gazetarët të cilët kam në emision, do të bëjnë një parashikim për zgjedhjet e 11 majit, si do të dalin forcat kryesore, por edhe forcat e vogla dhe me këto rezultate do të ballafaqohemi javën e parë pas zgjedhjeve. Do të nis direkt me prezantimin, më lejoni të prezantoj të parën zonjë që kemi në studio sot. Anduela Male, eksperte zgjedhore, Krik Albania, Koalicioni për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara. Mirëmbrëma, faleminderit shumë që je sot në Quo Vadis. Flogert Muça, gazetar, mirëmbrëma Flogert, faleminderit shumë që je në Quo Vadis. Redi Ramaj, avokat, mirëmbrëma Redi, faleminderit shumë që je në studion e Quo Vadis dhe Ardit Hoxha, gazetar Euronews Albania, mirëmbrëma Ardit, faleminderit që rikthehesh. Flogert, kontrata e lobimit të Partisë Demokratike, duke se ka tërhequr një vëmendje shumë të madhe, ditën e sotme Berisha ka folur në lidhje me këtë kontratë, ka sqaruar se çfarë ndodh me të, si të zhdukur. Dgjoj, unë shpall mos kompetencën time për të analizuar nga ana ligjore kontratën, sepse për sa kohë ajo është publikuar në fara dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë cilësuar si të ligjshme, unë jam jo kompetent për ta parë nga ana ligjore dhe nuk besoj se e pret nga unë ose nga Arditi këtë. Jo, kemi Redi për këtë pjesë. Kështu që e kemi ajo që më kërcet dhe më duket problematike në kuptimin politik të fjalës, është fakti që pse kjo kontratë e firmosur në datë 4 nuk u publikua vetë nga opozita për të treguar të kundërtën e asaj për cilën akuzoshe për shembull për historinë e Lasivitas. Pra ti bën një kontratë e cila ka gjitha gjasat që mund të dalin në fara përpara datës zgjedhjeve dhe ti për të treguar mungesë kompleksi, mungesë problemesh dhe transparencë me publikun dhe për të thënë që ja alternativën ku e keni, që ne jemi transparent, jo si kundërshtari ynë, dil dhe thuaj ne firmosëm një kontratë, ne jemi përfituesit, garantori dhe paguesi i kësaj do jetë filani, nuk ka rëndësi, do dali dhe në fara pra transparenca.
Mungesa e saj është dyshimi i parë. Dyshimi i dytë është reagimi i palës, pra i Partisë Demokratike, pasi kjo doli. Pra një sqarim i thatë dhe një urdhër për të gjithë deputetët kandidatët që mos flisni për këtë temë, e amplifikon dyshimin për të thënë ore çfarë ka që s'shkon që nuk duhet folur. Ku është problemi? Ishte urdhër nga për deputetët? Po, është urdhër i brendshëm siç japin urdhra këta Rama për shembull. Unë se ditë martë kisha ju rrita ta bëkun dhe folë. Jo urdhër, por ka qenë një ndjes që direktiv. Ka qenë një lloj direktive dhe një tërheqje se ndjes që të ndërpreva. Jo, s'ka problem. Që rastisi që publikimi i kësaj kontrate ishte një ditë përpara se zoti Berisha të shkëputet 2 ditë nga Shqipëria, nga aktivitetet fushata Shqipërisë dhe shkoi në kongresin e PPS, dhe mungesa e fjalës së parë nga zoti Berisha shkaktoi këtë stepje të shumë prej figurave të Partisë Demokratike, të cilët mundoheshin ta shmangnin ose përgjigjeshin shkurt, dhe ka krijoj këtë perceptim që është i drejtë që mund të ketë krijuar Flogerti apo dhe shumë të tjerë që nga Partia Demokratike ka pasur një lloj urdhri apo direktive. Që për momentin jo për këtë temë mos flis. Pra është strategji, nëse nuk ka folur Berisha, ishte perceptimi pse duhet flasun përpara Berishës. Arsyeja mund të ketë qenë Berisha, pa diskutim, por kjo e ka amplifikuar dyshimin. Pastaj në kuptimin politik, në kushtet kur ti flet për një qeveri të korruptuar që akuzon tjetrin për korrupsion e kështu me radhë, kërcet shifra 6 milion, kërcet, nuk po them që mund të mos ja dhuroj dikujt, një subjekti, por dje thoje s'kemi vullën, s'kemi para, pas kanë qenë patriotët atje që mund t'i jepnin parat, pse dolen pikërisht tani, domethënë shuma, mungesa e transparencës, tërheqja e vetë kundërshtarëve të Edi Ramës për të folur për të, kompleksi që ata kishin. Pastaj edhe kjo historia që krijohet fondacioni një javë para dhe pas një jave lidhet kjo marrëveshja. Edhe kjo është e çuditshme. Pra shpejtësia me të cilën veprohet. Nga ana tjetër, po ti pyesësh demokratët që thuar që e keni lidhur ju kontratën, unë kam lexuar kontratën të plot, besoj e kemi lexuar gjithë. Aty klienti është Partia Demokratike e Shqipërisë. Këta nuk e pranojnë. Klienti përfitues. Po klienti përfitues pra, dhe faturat, invoice të thot aty do i shkojnë Partisë Demokratike, që pastaj do i paguaj garantori. Pra, ka një lloj amullie, ka një lloj paqartësie brenda Partisë Demokratike, dhe ndoshta për shkak se nuk ka folur i madhi akoma, nuk ishte folur pra doktori, që kanë ngritur një, dhe kjo erdhi në një moment kur ndodhi diçka tjetër, që ishte po ashtu shumë problem për një parti që është në sprintin final të fushatës. Reagon Richard Grenell, përgënjeshtron një lajm që e kishte publikuar edhe portali i drejtorit komunikimit të Partisë Demokratike, ku i thoshte që ka zero vërtetësi fakti që djali i Trumpit nuk ka dashur të takojë Ramën. Pra këtë lajm e kishte publikuar zoti Lela, reagoi Grenell dhe e bëri ripost djali i presidentit SBA-ve. Dhe Lela pas të detyrua e fshiu lajmin. Po dhe kjo ishte një tjetër problematik në fushat kur po ngjize ajo ideja dhe Arditi është më afër se e ndjek atje, po ngjize ideja që SBA-t i kanë konsoliduar në një farë mënyrë marrëdhëniet me doktorin, jemi drejt një heqje de facto të non grata sepse ka komunikime më se thash, dhe në këtë moment ndodh një konflikt me familjen e presidentit Trump, i cili përgënjeshtron median pranë doktorit, dhe nga ana tjetër ndodh dhe ky lobimi i paqartë për fondet e këtushme. Dhe gjitha këto kam përshtypjen se në momentin që duhet t'i jepte atë shtytjen finale në kuptimin e motivimit, entuziazmit demokratëve për një rezultat të mirë, kanë pësuar një stagnacion, pra ka një vend numëro, nuk kanë lëvizur, ka 3-4 ditë që janë në një, ku di unë, se më doli kënet, po nuk e kisha në atë kuptim. Pra nuk po lëvizin, janë në vend numëro. Redi, për të sqaruar pikpyetje që kishte Flogerti dhe të tjerë në lidhje me kontratën. Po, e para që duke parë kontratën nga ana formale, pak në atë që kemi lexuar, shohim një marrëdhënie midis Partisë Demokratike, pra e përfaqësuar nga sekretari i përgjithshëm, dhe një fondacioni shqiptaro-amerikan në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe një personi garantor që është Nureddin Seci. Kjo është
pamja para. Flitet për 2 vjetë marrëveshje lobingu për të përmirësuar marrëdhëniet e Partisë Demokratike me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ose dhe gjithë çfarë përfaqëson Partia Demokratike, sepse në disa raste është përmendur dhe koalicioni Aleanca për Shqipërinë Madhështore, dhe fakti që për çdo muaj paguhet një vlerë prej $250.000 për këtë kontratë që i shërben kësaj kontrate. Duke referuar ligjit për partitë politike dhe kodit zgjedhor për sa i përket financimit partive politike, momentin në nënshkrimit të kontratës lidhet me procesin zgjedhor në Shqipëri. Pra jemi në një vit zgjedhor dhe çdo deklarim dhe çdo para dhe çdo veprimtari tjetër, normalisht siç do ishte edhe në një veprimtari normal, vit normal të partisë politike, duhet të deklarohet dhe duhet të raportohet, shënohet njëherë në një regjistër të brendshëm të partisë dhe më pas deklarohet në KQZ mbasi bëhen dhe auditimet përkatëse. Partia Demokratike dhe u prononcua dhe kryetari i KQZ-s që mbasi dali rezultati final i zgjedhjeve, ka detyrimin të raportojë dhe besoj dhe këtë kontratë në respektim të ligjit dhe vlerën dhe mënyrën se si do financohet. Dyshimet që i shohun nga kjo kontratë, pra problematike është fakti nëse do kalojnë apo jo para në llogarinë e Partisë Demokratike, këtë nuk e dim, apo do kemi... Kam vetëm një pyetje. Janë paguar 3 muajt e parë. Po, $750.000. Paktën sipas kontratës, pra që 3 muajt e parë para paguhen, prezumohet që janë paguar. Amerikanët nuk të falin të parat, nuk besoj si kanë thënë s'ka gjë mje pak më vonë. Tani, për te batutave, kush i ka paguar këto para? Po pra, prandaj thash, është pra Partia Demokratike ka bërë dhe rolin e marrjes së parave të mbledhura nga shqiptarët e Amerikës dhe fondacionin në Shtetet Bashkuara dhe ja ka paguar kompanisë lobimit në Shtetet Bashkuara, apo direkt kompania ose organizata në Shtetet Bashkuara të Amerikës ja ka kaluar kompanisë lobingut në Amerikë. Kjo është një gjë që të besoj duhet... Ka detaje arti? Nga ana ligjore, jo një pyetje të lutem, për ta shpjeguar që të ketë kronologji. Unë kam një kredi, dhe garantor, Dorzan, është një pjesëtar i familjes time. Në qoftë se unë nuk paguaj kredi... Do t'i paguaj garantor. Garantori përfshihet në një kontratë, pra marrëdhënia është midis palës që ka nënshkruar dhe përfituesit parave. Garantori futet në një moment të dytë, pra nuk ka obligime për momentin në kontratë. Është garantues. Kush i ka obligimet sot në atë kontratë? I ka Partia Demokratike. Jo MAGA. Garantori ka këtë rol që në momentin që nuk përmbushen detyrimet nga pala kryesore, kontraktuesi parë që ka kërkuar shërbimin ose që merr shërbimin, atëherë në rast se ka vonesa, nuk ekzekutohen pagesat e tjera, kalon në kërkim, pra në një kontratë rregull kredie si që kishe, ata cilët janë kreditorët në këtë rast, pra që nuk kanë marrë para, do ja kërkojnë garantorët. Po në një moment të dytë, pra në rast mos pagesash. Ky është rasti tipik i kreditorit i garantorit në një kontratë normale. Pra, po fakti pra këtu nuk mund përfshim garantorin si pagues të drejt për drejt të vlerës parë. Nëse marrim një kontratë klasike me 2 palë, ku kanë detyrime dhe është dhe një garantor në mes pra në këtë fushë. Prandaj thash, nuk e dim se si është bërë kjo vlerë, kur është paguar dhe nëse ka kaluar nëpërmjet fondeve të partisë politike, pra nëpërmjet llogarive të partisë politike dhe të fondacioni. Kjo duhet sqaruar besoj në një moment tjetër. Kjo është mungesë e transparencës pra që po flasim. Por detyrimin e ka në momentin e raportimit. Pra Vera, ka një detyrim më të madh se ai ligjor tani për opoziton. Është detyrimi moral për t'ju thënë njerëzve që nuk keni pse keni asnjë dyshim tek ne. Ata në fund të ditës prap nuk i kanë as para publike, ajo është parti politike? Tani, kur flasim për parti politike, unë duhet t'i jap të drejtë te kërcitja që ka retorika e Partisë Demokratike në fushat me shumën e paguar. Pra, një nga shtyllat kurrizore të fushat, ose një nga shtyllat, jo, është paketa e dhëmshurisë, që është, po themi, një nga kolonat kryesore të Partisë Demokratike të fushatës që është duke bërë. Dhe në momentin kur
ke këtë dhe tenton të qasesh tek, po themi, audienca e varfër dhe nga ana tjetër sulmon kundërshtarët politik, ministrat e qeverisë për luksin e shfrenuar e gjitha, dhe nga ana tjetër pastaj del një $6 milion është out of nowhere, kërcet dhe ka një lloj, po themi, stonacioni në gjithë retorikën edhe qasjen e Partisë Demokratike në fushat. Por, te i kësaj, unë duhet ta sillja në një tjetër kënd. Nëse do merrni ka bërë një forcë tjetër politike transparencë në raport me lobimet e tyre në Amerikë deri në sot? Ligji amerikan, të paktën aq sa i bën kontratat publike. Jo, paraprakisht jo. Por ne po flasim për gjëra, për një aspekt ekstra ligjor. Po flasim, jemi në kulm të fushatës dhe raportin e drejt për drejt që një forcë politike që aspiron të jetë forcë qeverisë e vendit do duhet të ketë me qytetarët që ju kërkon votën. Edhe për arsyeën që e thash më sipër. Por te kësaj unë duhet ndalem tek një pikë tjetër që po themi unë e konsideroj shumë të rëndësishme. Nëse do marrim 100% të vërteta ato që tha sot zoti Berisha, që ju përgjigj gjitha pyetjeve, citoj ligjin, nenin përkatës, që ja mundson Partisë Demokratike marrjen e këtyre fondave dhe pastaj pagesën e lobimit. Ajo që unë nuk kuptoj do tek Partia Demokratike, pse zoti Flamur Noka në datën 4 prill, kur ka hedhur firmën, dhe në informacionet e mia, përpara se të hidhte firmën, zoti Noka është konsultuar me një numër të konsiderueshëm juristësh, pra ka marrë garancit e nevojshme ligjore që nuk është duke shkelur ligjin dhe nuk do i krijojmë më pas problematika. Mbasi ka marrë këto garanci dhe mbasi ka hedhur firmën, pse nuk e ka publikuar vetë? Pse duhej që të dilte në një portal periferik, lajmi fillestar dhe më pas të merrej, të paketohej ashtu siç i intereson ekipit të PR-it të Partisë Socialiste dhe ti të vihem në pozita mbrojtëse, kur ndërkohë krejt cilë ndryshe patën në rastin e zotit Lasivita. Pra, ne jemi përballë një fakti që Partia Demokratike e Sali Berishës sot është në paradhomën e Donald Trumpit. Ky është fakt. Këtë nuk e mohon dot askush. Është në paradhomën e Donald Trumpit me 2 karta. Karta Lasivita, që është një nga drejtuesit e tij të fushatës. Që me qëra Allafi s'kemi dhe kontratën e Lasivitas. Ajo është tjetër gjë. Për mendimin tim, kapja mbas kontratës së zotit Lasivita është kapja mbas pjesë kashtë, sepse nuk ka asnjë lloj rëndësie raport. Unë e kam këtu. Ti ke një, domethënë, po t'isha unë drejtori i komunikimit, ose ti kisha gjërat në rregull, se nuk di ç'ka ndorë dhe ai, unë do thoja, ore, do e hidhja vetë në treg këtë tentativën që të më ngacmonin që ku e ke kontratën dhe fakt të nxirja. Ajo që duan të them është publikimi i raportit. Pra, zoti Berisha sot tha, ne kemi kontraktuar përmes kësaj kontrate një nga avokatët e zotit Trump për të lobuar për Partinë Demokratike në Shtëpinë e Bardhë. Dhe pse do duhet që Partia Demokratike ta kishte kompleks, ta mbante të fshehur një raport të tillë kur nga ana tjetër këtej ka Lasivitan po i bën fushatën, dhe këthe nga krau tjetër ka një bashkëpunëtor tjetër. Duhet ishte forcë dhe Kjo dobësi. duhet ishte kartë shumë e fortë në fushat që zoti Berisha duhet ta tunste në çdo miting, në çdo takim, që neve jemi, unë nuk jam non grata de facto dhe unë kam pas meje. Po pse pra Ardit? Po, ta thash pra, është ose PR i keq, ose PR i keq, ose pastaj unë, domethënë, mund të qëndrojnë ato pikpyetjet që ke ngritur ti, apo që janë ngritur në media që ka diçka që nuk shkon, edhe burimet e këtij financimi janë me pikpyetje. Por unë thash, edhe duke e marrë të mirëqen 100% ato që do zoti Berisha, prap ka një problem shumë të madh. Pra, pse nuk e nxori Partia Demokratike vetë këtë kontratë? Dhe aspekti tjetër që për mua prap çedon shumë në këtë kontratë është afati kësaj kontrate. Pra, kemi të bëjmë një kontratë që zgjat 2 vjet. Që mund të prishet? Që mund të prishet mbas 3 muajve të parë. Por, të qëndrojnë tek ajo që është shkruar. Pra, 2 vjet, $6 milion. Dhe, duke marrë në konsiderat peshën e personave që janë mbas kompanisë që ka kontraktuar Partia Demokratike, pra, bëhet fjalë për njëri nga aksionerët është ish shefi i shtabit të fushatës Marko Rubios, dhe dim të gjithë neve që çfarë peshe, çfarë roli ka shefi i shtabit pak a shumë është eminenca gri e zotit Rubio gjatë fushatës, dhe personazhi tjetër është vajza e shefes kabinetit të presidentit Donald Trump. Pra, më afër se kaq. Njerëz shumë të afër. A mos janë trembur idesë që
do perceptohen si kur njerëzit do thonë, ore, ky vërtet pretendon që mund shkoj të korruptoj shpinë e bardhë. Pse quhet korrupsion? Nuk ka Si të bëj korrupsion. perceptohet, mëse lobingu është gjë e ligjshme atje. Flogert, me lobimin që ka bërë Partia Socialiste. Po tek ne, për shembull, po thuash ndërtim, ke thënë krim. Sepse këtu është asociuar gabim djala me ligjin në Shqipëri, jo vetëm ligjin në Amerikë, se këtu është pak vështirë pjesa e lobingut. A kemi patur tradit mirë me lobingjet në Amerikë? Jo. Ose si janë bërë publike kur më? Si janë bërë publike kur nga Shqipëria? Lobimet që janë shpallur tek fara, Sepse precedenti- të paktën në djenin time nuk ka pasur ndonjë problematika Po e kam këtu ligjore. precedenti i Lulbashës me 500 mishën e famshme, me kompanit me Nik Muzin, ishte ky që Luli doli herën e parë dhe tha, mi kanë dhënë tekstualisht si doktori, pra që janë sa dashamir nga Amerika, dhe atë pjesë, atë intervistë që ka dhënë tek Fevziu atëherë, nuk e ka përsëritur më kurrë, gjeti rrugë të tjera pastaj për të thënë që nuk janë as nga Ishin andej. para rusë, një pjesë, pra kishte një problem më të madh se nuk u identifikun se nga vite ndërimi. Po e kam fjalën duke e ditur precedentin, shqiptarët tani, kur them shqiptarët ne, njerëzit, themi që ore prit se këta në çdo rast përdorin para të vjedhura, po e them kështu, trash fare, siç e thot ai miku Ta im. ndërkohë janë 12 vjet në opozitë, nuk është se janë qeveri ndërkohë. Pra nuk janë para publike këto. Mund të jenë nga Po nuk e ka bërë redi më që s'ka punuar ditë në shtet. Ka qenë 15 vjet në krye të vendit sa liberalisht. Ka 12 vjet që është opozitë në Shqipëri kur digjen apo janë ato që ka marrë para 12 vjetësh. Për të ngrënë dhe për të pirë. Shoqata në Amerikë, shoqatë e cila ka, më thanë dhe djetë disa njerëz të Shtetet Bashkuara të Amerikës, që kanë lidhje të afërta edhe me shoqatën Vatra dhe me organizatat tjerë shqiptarë, që janë shoqatë me njerëz që kanë kontribuar para të tyre personale për këtë kaos. Tani kjo duhet provuar dhe shoqata ka 3 informacion tjetër. Shoqata ka 3 individ. Njerëzit e përfshirë me këtë nisë është më i madh se Shqipërisë. GDP-a se shoqate arrin në kap edhe miliard. Po pra, ndoshta edhe $1 miliard. Janë njerëz me shumë maga në fakt. Njerëz me kapital te kjo maga e krijuar tani rishtat, $6 milion kanë tek maga se ndjes, tek maga e krijuar tani, që u krijua një javë para se të firmose kjo. Ka 3 antar maga. Unë po them për tej. Jo, maga, se garantor është maga, nuk e di unë ç'është mas magës. Maga që është garantori ka 3 antarë dhe dikush janë Nuredini, e shoqja dhe i biri. Po pra, po unë po them tej antar të fondacionit, jo njerëz që kanë firmosur. Ka rëndësi mos zotri. Unë këtë e kam si informacion dhe po ta them. Shqiptarë që munduan Edi Ramën dhe Sali Berishën, Matan Oqeanit, mund të ketë që kalojnë kanë kontribuar dhe qytetarë tjerë për këtë pjesë, pra nuk është vetëm Nuredin Seci dhe personat e përshirë. Nuk e kam autorizimin e tyre që tua përmend emrat, por në informacionet që unë kam janë njerëz që pasuria e tyre arrin në disa miliona dollar. Më fali, e diti që $1 miliard. E diti që më këprasët janë të pasur edhe po se ke marrë vesh. Nuk e di se nuk janë veti pasur. Po ne jemi altruist, ne që jemi të pasur. Nuk janë të pasur. Ajo që nisa tem, që ta përfundoj me një fjali. Gjithë problemi i kësaj kontrate, të paktën si që shoh unë, është problem PR-i dhe keq menaxhim i situatës, sepse mund të kishte 2 variante, që askush nuk e përmend. Mjaftonte me një job minimale që në mos gaboj është $500, që kompanisë i kërkohej që, okej, ne nuk duam ta shpallim si kontratë, ju mund ta publikoni tek fara, por e publikon te afateve që kërkon ligji amerikan, dhe kur nuk e publikon brenda afateve që kërkon ligji amerikan, kompania në fjalë gjobite me një job minimale $500. Që është asgjë në raport të tjerën. E fundit fare, që mos të dilte para fushatës, do marrim atë variantin më negativ të mundshëm për cilin po fliste Flogerti. Pra, minimizim dëmesh, kur jenë fushat, jenë kullin fushatës, gjën e parë që ke, nuk do problemet paktën. Okej. Po e dyta? Apo këto isha? Jo. Mirë, në vim. Anduela, mundet, për shumë duke qenë se kontrata nuk ka objekt zgjedhjet.
Pra është një gjë për te zgjedhjeve. Mund që mos të ishte bërë, mos ishte deklaruar fare në KQZ, apo mos të deklarohet fare në KQZ edhe pas 60 ditësh që ka afatin? Jo, nuk mundet. Pse? Dhe kjo nuk është një kontratë që ka afatin 60 ditë. Leoni ta Jo 60 ditë. Deklarimi që duhet bëjnë forcat politike në KQZ është deri 60 ditë Nuk është ky pas rasti, datës. Nuk është në kontrata, për ajsa kryetari i Partisë Demokratike sqaroi në konferencën për shtyp të ditës së sotme, kontrata nuk ka për objekt zgjedhjet e këtij viti. Që do të thotë kontrata është pjesë e aktivitetit normal vjetor të partisë politike. Çdo parti politike është e detyruar të depozitojë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve raportin e saj për fushatën zgjedhore, i cili do duhet të përfshijë çdo shpenzim që lidhet me fushatën zgjedhore pavarësisht kohës e kur është kryer ai, dhe çdo vit, sikurse çdo OJF apo çdo biznes bën, deri në datën 31 mars të vitit pasardhës, në rastin konkret 31 mars të vitit 2026, do duhet të deklarojë të gjithë aktivitetin e saj financiar vjetor. Lidhur me financat vjetore të partive politike, vepron ligji për partitë politike. Lidhur me ato të fushatës zgjedhore, vepron Kodi zgjedhor i Republikës së Shqipërisë. Në rastin e ligjit për partitë politike, partitë do duhet të depozitojnë në KQZ të gjithë raportin e tyre financiar vjetor, do duhet të depozitojnë edhe bashklidhur bilancin e aseteve që çdo parti ka, dhe përpos kësaj edhe të gjithë aktivitetin e tyre zgjedhor edhe në raportin vjetor. Ky raport auditohet nëpërmjet ekspertëve kontabël të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që do me thënë, nëse një audit shkon në Partinë Demokratike për të audituar aktivitetin financiar të vitit 2025 në rastin konkret, ai mund të kërkoj kontratën në fjalë, ai mund të kërkoj të gjithë donatorët që kanë shkuar tek organizata që ka bërë donacionin në fjalë, dhe këta donatorë do duhet që të jenë të lishëm, do duhet që të jenë shtetas shqiptar, të respektojnë një tavan, sepse ligji shqiptar ka një tavan për udhërimet ndaj partive politike. Nuk mund të jetë më shumë se sa 1 milion lek për individ. 1 milion lek të re. Që do me thënë, çdo shtetas në Amerikë nuk mund të dhurojë më shumë se sa të themi $10,000 për Partinë Demokratike. Kështu që në rast se sikurse thuhet, ndërsa fondacionet nuk kanë limite. Nuk e kanë këtë... Po flasë në raport me ligjin shqiptar. Me ligjin shqiptar në kuptimin që Partia Demokratike, nëse është një subjekt që ka paguar ose ka kaluar parat në llogarinë e saj bankare, do duhet që të dorëzoj në KQZ të gjitha deklaratat e këtyre donatorëve, që këta donatorë nuk janë në konflikt me ligjin, që këta donatorë kanë respektuar të gjithë tavanin e dhurimeve që mund të bëjnë dhe të gjitha elementet e tjera që ligji kërkon. Por nëse kjo është diçka që nuk lidhet me procesin zgjedhor, kjo do mund të vërtetohet vetëm në vitin 2026, kur Partia Demokratike të depozitojë në KQZ raportin dhe të mund të auditohet ai raport. Fakti që është lidhur në 4 prill, e lidh me procesin zgjedhor? Jo automatikisht. Po pra, jo automatikisht, po parat të cilat mund të kenë ardhur në periudhë fushate, dhe kjo është gjithë diskutimi që... Partitë politike në raport me fushatën zgjedhore do duhet që të hapin një llogari të posaçme bankare. Për fushatën elektorale. Nuk mund të veprojnë me llogarinë bankare që veprojnë në të gjithë vitin financiar. Kështu që nëse këto janë të ardhura të futura në llogarinë bankare të fushatës elektorale, do duhet të raportohen në këtë raport. Në rast se jo, ato janë... Që këto nuk i dim, këto detaje se ku kanë kaluar parat... Të gjitha këto janë detaje që ndoshta për të kthyer edhe aty ku e nisëm, të cilat do duhet të bëhen transparente. Bojnë partitë politike, i kanë bërë në raportet e tyre vjetore partitë politike transparencë për kontratat e tyre të lobimit? Shiko, KRIK është një organizatë që financimin e partive politike e ndjek në vijimësi edhe sidomos në raport me financat vjetore, sepse problematika aty është shumë e madhe dhe është jashtë vëmendjes. Pavarësisht të gjitha tentativave të KQZ-s për të implementuar formatet të reja, për të implementuar formatin elektronik apo shumë elementet të tjera, përsëri partitë politike janë shumë brapa me raportimin që duhet të bëjnë në KQZ dhe me të gjithë procesin e auditimit. Edhe KQZ do duhet të intensifikojë dhe të rrisi kontrollin ndaj tyre. Kështu që kjo është një pjesë që ka nevojë për shumë vëmendje dhe ka nevojë për shumë transparencë më së pari nga partitë politike dhe pastaj kontroll nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Në gjykimin tonë, jo vetëm KQZ, por edhe institucionet të tjera ligjbatuese që janë drejtoria e përgjithshme e tatimeve, KLSH-ja, Merat, të cilat do duhet t'i ushtrojnë t'i vënë një fokus këtij aktivitetit financiar të partive politike. Financimi i partive politike bëhet vetëm përmes rrugëve bankare, apo jo?
çdo shumë e dhuruar për një parti politike, e cila në rastin e zgjedhjeve i kalon 50.000 lekë të reja, do duhet të depozitohet në llogari bankare. Po në qoftë se Flogërti për shembull financon për Partinë Demokratike 1.000 euro, po nuk do të bëhet publik. Në rast se shuma që ai dhuron është më e madhe se 50.000 lekë, detyrimisht sipas ligjit emri i tij do të bëhet publik në raportin e partisë politike. E kuptoj. Mirë, shkojmë në një hapësirë të shkurtër reklamash dhe rikthehemi sërish me diskutimin në studio. Përshëndetje, në zgjedhjet e datës 11 maj votohet vetëm me një flet votimi. Këto janë dy mënyrat se si ju mund të votoni në 11 maj. Forma e parë, nëse ju do të zgjidhni vetëm një parti ose koalicion, në krah të kutisë e cila është ngjitur me logon e partisë ose koalicionit, ju duhet të shënoni X ose plus. Kështu vota juaj është e vlefshme. Forma e dytë është nëse ju do të votoni për një nga kandidatët e parapëlqyer, duke shënuar me plus ose me X në krah të emrit të tij. Vota juaj në këtë rast shkon për kandidatin tuaj të parapëlqyer, gjithashtu edhe për partinë ose koalicionin që ai i përket. Duhet të keni shumë kujdes që të mos votoni për një parti apo një koalicion duke shënuar X në kutin e partisë ose koalicionit dhe ndërkohë voton ta keni gjithashtu për një kandidat i cili është pjesë e një partie ose koalicioni tjetër. Në këtë rast, fleta juaj konsiderohet e pavlefshme. Voto të dëgjohesh. Të sahabe mbrapa janë apo? Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit, vazhdojmë diskutimet në studio. Në fakt dua të ndalem në një problematik tjetër tashmë, dua të ndalem tek vota e emigrantëve. Çfarë po ndodh me Greqinë? Pse nga për të qenë korrekte me shifrat, ndoshta ju i keni pak më mirë, janë gati nga 60, që t'jem e sakt me shifrat, nga 68.380 zgjedhës të cilët janë regjistruar në Greqi emigrantë shqiptarë për të votuar, deri tani kanë votuar vetëm 14.489. Çfarë po ndodh aty? Shiko, problematikat me votën e emigrantëve në gjykimin tonë nuk mund të fokusohen vetëm tek ajo që po ndodh në Greqi. Problemi ka nisur më herët me fotografimin e votës, që është një vepër penale, ka nisur me pjesën e mos përmbushjes së çdo pike të kontratës nga ana e DL-s, që ka të bëjë me dorëzimin e zarfit dhe me marrjen mbrapsht të tij, dhe me problematikën tjetër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në këtë rast, lidhur me paketimin e zarfave. Rastet gjithsesi marr në konsiderat faktin që është një proces që implementohet për herë të parë dhe sigurisht rrugës edhe gjëra të reja mësohen, por edhe problematika të pamenduara më herët hasen. KQZ-ja dje ka miratuar një akt me anë të komisionerit, i cili ka listuar një sër problematikash dhe mënyrën se si KQZ mund të reagojë ndaj tyre. E para ngelet tek rastet kur zarfet kanë shkuar pa fletën e votimit brenda dhe është krijuar mekanizmi nëpërmjet platformës elektronike të regjistrimit që çdo qytetar që merr një zarf i cili nuk ka brenda fletën e votimit të raportojë në këtë platformë për të krijuar mundësinë që KQZ-ja t'i dërgojë përsëri atij zarfin me fletën e votimit. Është menduar mënyra se si kodi unik nëpërmjet të cilit është dërguar dhe gjurmohet zarfi të bëhet i pavlefshëm dhe më pas të mundet që nga ky zgjedhës të vi vetëm një vot në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Për sa kohë 250.000 vota janë paketuar nga njerëz, nga individ të ndryshëm, pavarësisht se grupe dhe me kontrolle, mund të ndodhi, është një gabim njerëzor dhe ka ndodhur. Deri tani janë 6 kërkesa të tilla në 6 në 250.000 në platformë që do duhet që KQZ-ja t'u arrijë dërgojë edhe të marrin mbrapsht zarfin. Sa i përket problematikave të tjera, ato kanë të bëjnë me kompaninë postare e cila po bën shpërndarjen e zarfave, që është në rastin konkret DL-ja. Partia Demokratike në KQZ ka ngritur problematikën që DL ka nën kontraktuar një kompani tjetër në Greqi për të bërë shpërndarjen e zarfave. Çka sipas akteve në ligjore të KQZ-s nuk është e lejuar. DL do duhet që ta bëjë vetë shpërndarjen e të gjithë zarfave tek çdo shtetas shqiptar, do duhet t'ia dorëzojë atyre individualisht në dorë dhe të shkojë për ta marrë atë zarf ku shtetasit ta marrin në telefon. E gjithë ajo që po ndodh në Greqi lidhur me shpërndarjen e zarfave ka të bëjë pikërisht me problematikën e mosdorëzimit të zarfit. Për shembull, ka
pasur raste kur mund të ketë bajtur zarfi bashkëshortit dhe jo bashkëshortes, të cilët janë në të njëjtën ndërtesë në fakt duke jetuar, apo raste kur DL-ja e ka çuar zarfi, por nuk ka shkuar më ta marrim mbrapsht atë, apo rastet kur adresat nuk janë gjendur nga DL-ja të këtyre shtetasve, si dhe rastet e tjera kur shtetasit në fakt nuk ka një numër telefoni në momenti që janë regjistruar në PER. A ka qenë detyrim numri telefonit? Ka qenë detyrim emaili, ose numri telefonit, ose të dyja. Regjistrimi mund të bëj edhe vetëm nëpërmjet emailit. Kështu që në këtë rast DL dërgon një email që zarfi ka ardhur për juve në rast se nuk i gjen shtetasit në shtëpi apo has ndonjë problematik me gjetjen e adresës. Të gjitha këto elemente që në rastin konkret lidhen për sa kohë janë atje me kompaninë postare kanë shkaktuar ngërçin në fjalë, i cili sigurisht që vlen të theksojmë dhe të bëjmë thirrje që shpresojmë të zgjidhet problematika në mënyrë. Dhe ndërkohë ka ngelur vetëm një javë kohë. Shiko, në gjithë procesin edhe një vot ngelet problematike, ngelet një problem i procesit, në qoftë edhe një shtetas të ketë ngelur atje pa votuar për shkak të problematikave dhe krijimit të mundësive, qoftë nga shteti shqiptar nëpërmjet institucioneve, qoftë nga DL-ja në rastin konkret. Të gjitha këto kanë një kosto financiare pastaj në buxhetin e shtetit, sepse zarfi shkon po është paguar, pastaj do duhet që të kthehet mbrapsht është një pagesë tjetër, domethënë përpos problematikës që lidhet me garantimin e të drejtës së votës për këta shtetas, është edhe rëndesa që i shkakton buxhetit shtetit problematika me dorëzimin e zarfeve në fjalë. Ardit, çfarë po ndodh në këndvështrimin tuaj me votën e emigrantëve? Çfarë po ndodh në Greqi? Këto janë pak a shumë problematikat kryesore këto që përmendi Antuela. Në informacionet që unë kam në Greqi ka dhe një problematik ndoshta partijake dhe politike për shkak se një numër shumë i lartë të regjistruarve aty, ne kemi parë, e kanë reklamuar edhe vetë partit, në fakt, dy partit kryesore, PS-ja dhe PD-ja, që janë regjistruar nga persona që mund t'jenë bërë me një email, me vetëm një email. Dhe në momenti... Kjo lejohej? Në momenti... Pa tjetër. Në momenti kur shkonte njoftimi, qëllon që këto të paktën në ato burime dhe informacione që unë kam mundur të mbledh edhe nga njerëz dhe të afërm që kemi në Greqi, u shkon tek kutia e spamit, çka ka bërë pothuajse një numër shumë i lartë as nuk janë njoftuar dhe as nuk kanë mundur dot ta dinë nëse ju është nisur zarfi, apo ku mund ta tërheqin, pra një kaos total që na prodhon atë shifër që neve kemi parë në Greqi, që është në shifra shumë të urta. Pra në Greqi janë nisur 68.000 zarfe dhe deri tani ka sjell vetëm 14.400. Janë gati 50.000. Nga ana tjetër Italia janë nisur 91.000. Kanë ardhur gjysma. Dhe ka ardhur më shumë se gjysma, ka ardhur 54.000. Pra, Italia... Pra, në Itali nuk është kjo problematik? Nuk është kjo problematik, për shkak se aty ka pasur edhe shumë... është e fenomeni i regjistrimeve partijake, sigurisht në Itali, por aty nuk është DL-ja po operon vetë si kompani dhe nuk është me një kompani tjetër nën kontraktore, si që është rasti i Greqisë. Dhe besoj që nëse do të vazhdojë e njëjta situatë, votat që do të vinë nga Greqia do të jenë në nivele shumë të ulta, krahasuar gjithmonë me regjistrime, sepse Greqia dhe Italia ishin dy vendet nga ku ne kemi diasporë më të madhe dhe ku patim shumë regjistrime. Pastaj, sigurisht, Gjermania, Shtetet e Bashkuara dhe Britania janë me numër të konsiderueshëm, por shumë më poshtë krahasuar me Greqinë dhe me Italinë. Nëse problemi është tek regjistrimi, atëherë problematika ngelet në momentin e influencës për të regjistruar apo patronazhimit për të regjistruar shtetasit, sepse në momentin e regjistrimit çdo shtetas do duhet të depozitonte adresën e vet emailit dhe të bënte një skaner të fytyrës së tij. Ajo që quhet në kishte detyrim dhe skanimin e kishte detyrim dhe do duhet që të bëjë një përqasje e fotografisë së personit në kartën e identitetit me fotografinë reale të personit për të vërtetuar që personi i cili po regjistrohet është pikërisht ai individ. Pastaj kjo gjë, nëse ka ndodhur vërtet kjo dhe partitë politike kanë bërë vetë regjistrimin pa marrë okejnë e shtetasve, problemi ngelet më së pari tek platforma elektronike regjistrimit dhe pastaj i gjithë procesi që kanë ndjekur. Kush e ka më shqetësim të situatë deri tani, PD apo PS? Unë të paktën në tradita e emigracionit shqiptar, besoj që votat që do vinin nga Greqia më shumë
do të kishte një prirje më të lartë për vota që do të shkonin për Partinë Socialiste, të paktën si e vlerësoj unë, ashtu siç kundër votat që do të vinë nga Gjermania, unë besoj se janë më shumë të prirura për të qenë vota opozitare. Për hir të emigracionit se si janë krijuar, pra nëse emigracioni në Greqi është Italia është i përzierë, për të paktën për mendimin tim. Në Greqi ne kemi imigracion mes viteve 2000. Më thonë që është e pamundur që të jetë kjo e foto, sepse platforma nuk e lejon, thot, ka live check, është njësoj si Face ID-a. Po, face recognition. Kështu e dim edhe neve, por ajo që neve na shton që ka ndodhur për këto takimet masive që bënin partit, mund të këndohë si fenomen shumë thonë. Kjo nëse ka ndodhë realisht që partit kanë regjistru njerëz, qoftë pa të identifikuar. Mund të kenë për këtë, pra ka vendosur vetëm emaili për ta identifikuar që ky emaili ka sjell kaq njerëz. Një lloj hetimi mendoj duke qenë se personi ka qenë aty. Personi ka qenë, pra, Face ID është. Personi në vend dhe i bëhej ky aplikimi, pra nuk vinte asgjë. Të antarëve të partisë që kanë shkuar aty. Redi, ne kemi vetë kryeministrin Rama që në një takim në mos gaboj tek njësia 5 përgëzonte dhe e kishte me superlativa për një vajzë që ishte aty, që kishte arritur të asistonte 500 emigrant nga diaspora. Zoti Berisha tha të nderojmë patriotin ton nga Kanadaja që ka regjistruar brenda një dite 50 emigrant. Kanë identifikuar votën këta. Këta kanë sjell foton në Shqipëri me duke votuar ose duke plotësuar. Kjo pastaj është krim që është një vepër penale, prandaj pra lidhen bashkë. Kjo që thotë Arditi është më herët. Pra doktorit e primarët atje, një nga kriteret kishte regjistruar 300. Po i lidh në këtë formë që momenti që i kanë inkurajuar për të regjistruar antarët partive politike, ata më pas ju kanë demonstruar dhe votën e plotësuar mbasi ju ka ardhur zarfi bashkë. Po kjo nuk bën me faj atë që merr votën që ja sillin me foto, bën atë që e çon foton. Unë nuk komandoj dot dikë që më qonë foton, ja të votova unë. Të gjithë bashkë. Tek historia votës diasporës. Duhet të denoncoj unë. Ka dhe një problem tjetër tek historia votës diasporës. Nuk kam asnjë votë që të ma kenë sjellë. Neve kemi 245.935 zarfe ose persona të regjistruar në PER, votues nga jashtë. Kemi 218.000 zarfe të dërguara dhe 117.000 të marra nga zgjedhësit dhe 117.000 që janë kthyer në Shqipëri. Dhe kemi një boshllok për gati 26.000 votuesit që nuk e kanë marrë zarfin. Praktikisht, nëse kjo shifër do t'jetë kaq në këto nivele, 26.000 njerëz kanë shpërdoruar, 26.000 emigrant kanë shpërdoruar atë shumën e buxhetit shtetit që është në mos gaboj 50 euro për çdo dërgesë. Kështu që ta bëjmë edhe llogaritjen sa shkon. Pra këta 26.000 njerëz që janë regjistruar, ju është dërguar zarfi dhe nuk e kanë marrë. Kanë ma fat për ta marrë, se me stadium duhet shkonte 3 herë posjeri për ta... Nuk e kalon $6 milion. Po, nuk është procesi thjesht, është procesi vështirë në përgjithësi dhe... Ka shuma që i kalojnë dhe $6 milion pastaj. Dgjoj, e para herë... Për shqiptarët e Amerikës është vlerë e vogël, besoj, $6 milion. Po për të Greqisë jo. Ajo që unë mendoj se është rëndësishme të theksohet është që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në këtë proces ka shumë për të mësuar, por unë nuk e di se sa presion, ndoshta na e thot kolegja, ose çfarë mund të bëjë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, çfarë mund të bëjnë institucionet shqiptare që kompanisë MØM DHL-s në të rast, që ka marrë përsipër operacion. Që ka marrë përsipër gjithë operacion, në kuptimin e dëmit ekonomik, se dëmin në kuptimin e mohimit drejtës për të votuar. Jo, vetëmja llogari që mund i kërkohet DHL-s është ajo që tha Nduela në fillim, që nëse në kontratë është e cituar që do duhet ta bëj këtë procedurë në çdo vend vetëm DHL-ja, me asnjë kompani kontraktore, dhe zarfi i dorëzohet në dorë personit të regjistruar dhe asnjë personi tjetër, asnjë lloj familjari, as me prokur. Janë dy shkelje të kontratës, të paktën ajo që na është bërë me dije. Ka edhe një test tjetër që po qarkullon. Penalitete. Ka edhe një test tjetër që po qarkullon, të cilën unë nuk e besoj, sepse nuk kam fakte ta besoj, por që po ka filluar të qarkulloj nëpër tryeza, që
Greqia po ndihmon opozitën politikisht. Dalim pak nga teknikisht, sepse teknikisht s'kemi që i bëjmë. Pra, një instrument që po përdor Partia Demokratike për të minimizuar votën e kundërshtarëve në Greqi, është ndërhyrja e shtetit grek për ta minuar këtë proces në Greqi. Nëpërmjet postës Zot na ruaj jo floger, sepse... Mos të truaj fare zoti se nuk vret zoti nga këto. Jo, zot na ruaj, sepse në Gjermani është Merci, aleati Partisë Demokratike. Në SBA është Trumpi, Partia e Djathtë. Në Itali është prap një parti e djathtë, mund diskutohet Italia, sepse dhe Rama... Mund diskutohet, po e kanë bërë, Melonin e kanë bërë, zot na falë, të gruan e dytë të Ramës diskutohet. Nga 4 vendet ku Shqipëria ka më tepër diaspor, nëse ka ndodhur kjo që të thua ti, bie Partia Demokratike nga diaspora... Në Greqi që nuk ka DHL, e theti... Mund të ndodhë kjo? Nuk e thashun e theti... Shteti grek të ndikoj? Këtë nuk dita se. Mund të ndodhë? Këtë nuk dita se, por një kompani... Sepse mua më thonë nga anë e kyçës që këta persona ose s'kanë marrë kodin e email-it mbrapshtot nga patronazhistët, ose e kanë harruar. Gjithsesi, përsa i përket kësaj fletës, në qoftë se vetë postieri 3 herë, sërish dhe nuk e gjen personin, sërish zarfet ngelen në zyrat e DHL-s. Dhe ka afat deri në datën 8 maj për ta marrë, për ta plotësuar dhe për ta dorëzuar. Jo, nuk duhet ta përmendim 8 maj në ndjes së pranvera. Nuk e kemi fikse, sepse ai mund të jetë një shqiptar i regjistruar në Janin, po themi që e nis atë zarfin në datën 9 ose në 10 maj edhe vjen në 11 maj. Mund t'jetë dhe Kret që e nis në 8 dhe vjen 13. Mund t'jetë edhe një shqiptar në Zelandën e Re që e nis sot zarfin dhe mbase nuk vjen as 11 maj. Po themi, kështu që afatet e dërgimit nuk do duhet i përmendim, sepse i vetmi afat që duhet i kujtojmë të gjithë atyre që na ndjekin brenda dhe jashtë vendit, janë regjistruar në diasporë, është ora 19:00 11 maj. Çdo zarf që vjen, që hyn në doganën shqiptare pas këtij afati nuk llogaritet tek rezultati i zgjedhjeve. Gjithsesi dilema dhe le të themi paragjykimi që po ndos tani dhe unë shoh që po amplifikohet është a po tenton Greqia që ta sabotoj procesin e votës diasporës shqiptarëve? Dhe këtu pastaj lidhet me shumë teori të tjera që lidhen dhe me Himarën, lidhen dhe me presionet në thonjza të Greqisë ndaj Shqipërisë. Kishte mundësi ta bënte nëse gjithçka do të ishte korrekte? Mund të jenë. Shqipëra ka një instrument në dorë që është posta. Pra, po të ishte DHL-ja aty, do ishte tjetër histori. Fakti që është një post vendase që e bën këtë proces, nuk e di sa është në shkelje DHL-ja në raport me kontratën, por kjo i hedh dyshimet që duan të bëjnë një sabotim për pjesëmarrjen, për fuqinë, për t'i treguar Ramës fjala vjen që ja çfarë të bëjmë ne, ty që na bëre këtë me Belerin, këtë me Gjikurin, këtë me Himarën, këtë me këtë, këtë me atë, ose e kundërta, për t'i treguar Berishës... Vetë do ishte precedent shumë i rrezikshëm, do ishte ndërhyrje e hapur në zgjedhjet e një shteti tjetër. Që të rishpjegohem. Do ishte çështje ndërkombëtare shumë e rëndë. Që të rishpjegohem. Është dyshim. Unë nuk e besoj këtë teori. Por është një teori që sot që flasim, po qarkullon, dhe unë thjesht po e them, po qarkullon nëpër korridore mediatike dhe politike. Në cilat korridore politike? Tani unë di dhe emra të t'i them, po unë po preferoj të them kaq. Edhe në një banak televiziv ka qarkulluar nga një avokat i njohur. Është shqetësim më shumë i opozitës apo i mazhorancës? Ata që e kanë shprehur si shqetësim, e shohin si shqetësim të ndërhyrjes atë që tha Redi. Pra është trajtuar në këtë rrafsh. Jo në rrafshin ka më shumë PS-ja se PD-ja, sepse po t'i hysh këtij hesapi, për shembull, të dhënat tregojnë që 60%, në qarkun e Vlorës, votues rezident janë 35%. 65% janë jashtë Vlorës. Duke ditur që Vlora është një qark i majt, ne mund të themi atëherë që është e favorizuar në Itali se ja Vlorë vapori që kanë qenë ato kanë shkuar 97 atje, dhe mund të themi që PS-ja është e favorizuar këtu, PD-ja e favorizuar në Angli se kanë ikë çunat tani që bla bla, pra
nuk besoj se është kjo llogaria. Se të llogarisim sa kanë hikur 92-97. Jo, po edhe nga PD-ja është konsideruar Greqia si një vend që më shumë vota mund të prodhoj për mazhorancën. Nga Greqia është tonë vetë nga opozita. Po, ka qenë Beshaferi në studio ku ka përmend disa nga... Të fort janë. Ti është në opozit, dalësh thuar që këtu mund na mundi. Po pra, ka thënë Anglia, Gjermania, Italia janë vëndet cilat ne besojnë Amerika janë vëndet cilat votojnë në masë. Pra, për ta pranuar janë emigrantë të hershëm. Janë larguar nga Shqipëria pas 97-ës, ka shumë gjasa që të jenë në memorinë e tyre me atë u kanë ngritur fotografia në 97-ës dhe sigurisht që nuk do votonin Sali Berishën. Emigrantët që kanë ikur në 2015 apo 2016 me gomone apo me kamion në Gjermani kanë imazhin të fotografuar Edi Ramën dhe nuk do e votonin prapë Edi Ramën. Në Angli, se në Gjermani... Në Gjermani mjekët, infermierët e viteve të fundit. Si zotëri dhe diq pasaportë. Jo, shkuan edhe si azilantë ata. Kanë ikur në për azile, kanë qëndruar në për kampe, dim periferisë që kanë. Gjithsesi, unë e thash, nuk bëra në krim që e thash, qarkullon, unë po e bëj publike, nuk e besoj, urojt mos jetë, zbesoj se është, se do ishte absurde që tha dhe Redi, që një shteti huaj pastajt ndërhyj në... Kanë tentativa për ta zgjidhur këtë ngërç dhe si mund të zgjidhet në fakt? Nëse problemi është politik, atëherë ngelet politik. Nëse ai është një problem teknik, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do duhet patjetër që të ketë një komunikim me DL-n në këtë shtet për të arritur dhe për t'i dërguar, për t'i çuar më së pari ato zarfe dhe për t'i dërguar mbrapsh. Fatmirësisht jemi në një shtet qinj, që domethënë koha që posta kërkon është edhe më e vogël, por do duhet patjetër ndërhyrja e KQZ-s për të stabilizuar situatën në rast se problematika është. Mos paguajmë gjithë to lek për voton e emigrantëve do na vijnë prapë me autobus. Jo, ka një problem. Të gjithë ata që janë regjistruar nuk mund votojnë këtu sepse janë përjashtuar nga regjistri i votuesve brenda vendit. Jo, mund të ndodhi kjo. Mund të ndodhi kjo që KQZ-ja thot me që faj është i yni, që nuk ja kemi sjell, atëherë unë do gjej një zgjidhje që X-it, Y-it, Z-ës që nuk ju ka vajtur zarfi për fajin tonë, për fajin e tyre. Po teknikisht është e pamundur. Unë ja jap mundësinë duke ja hequr emrin nga sistemi dhe duke ju lënë të hapur mundësinë për të ardhur të votuar fizikisht. Teknikisht është e pamundur sepse pastaj do ktheheshin prapë te historia e himarës së zgjedhjet lokale që u përsëritën. Çfarë faj ke ti që jeton atje? Absolutisht. Që posta kontraktori ky X. Unë dëgjova kryeministrin e vendit tim, dëgjova liderin e opozitës që më thanë regjistrohu dhe voton nga vendi ku jeton, e u regjistrova, fakti që nuk mundem të votoj, nuk është fajin. Nuk janë të rëndësishme 50 euro për 37 janë. Po nuk ka rëndësi fare sa kostoja. E rëndësishme është e drejta ushtrimit të votës, se që na bën ne 200.000 euro më për shumë, 200.000 euro më pakër, se këtu janë bërë parat. Tu 600.000 euro gjendet e tubi kondicioneri, dhe kështu që 200.000 euro se kemë problem fare. Shëra parë që jepet mundësia, sidomos qytetarëve që janë larguar për vitesh dhe s'kam pas asnjëherë mundësinë përveç se duke ardhur në Shqipëri që të kishin të ushtronin drejt në votës dhe do ishte problematike mendoj që se nuk do i jepej kjo mundësi kur e kanë shprehur vetë ata vullnetin për të votuar. Denoncimet. Spaku, prokurorët në terren, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, a ka bërë ndonjë diferencë në këto zgjedhje në raport me zgjedhjet e kaluara, se edhe një javë na ka ngel? Në kundërshtrimin tim... Se jemi duke thonë çdo ditë po presim arrestime, do ketë arrestime. Vetëm fakti që ka nxjerrë një strategji prokuroria posaçme fillimisht për të luftuar krimet zgjedhore ka dhënë efekt në terren, ka dhënë efekt te grupet kriminale të cilët përfitojnë në çdo rast nga zgjedhjet ose ndërhyjnë në zgjedhje, kemi pasur raste të shumta dhe të hetuara nga prokuroria posaçme, por dhe fakti që ka pasur një bashkëpunim midis prokurorisë përgjithshme, prokurorisë posaçme dhe prokurorive të tjera të jurisdiksionit përgjithshëm, të cilët kanë raportuar rastet të ndërhyrjeve në zgjedhje dhe besoj që hetimet që po vazhdojnë në këtë kohë do të japin efektet në ditët afër zgjedhjeve nëse do ketë ndërhyrje të forta për njerëz që duan të manipulojnë zgjedhësit dhe të ushtrojnë ndikimin në zgjedhje. Po nëse nuk ka deri para zgjedhjeve, a ka efekt pas zgjedhjeve kur ndërkohë rezultati është prodhuar? Sepse penalitetet që individët... rezultati është prodhuar. Penalitetet që individët mund të marrin, pra dënimet që mund të marrin janë shumë të larta për sa i përket krimeve zgjedhore dhe efekti ose ndjekja nga prokuroria posaçme do të thotë që do kemi
po do kemi probleme të ndaja dhe mos harroni që në disa raste dhe në vitet tjera, pavarësisht se s'ka pasur një strategji nga prokuroria posaçme të vendosur siç ka qenë këtë rast, por kanë qenë denoncime spontane dhe hetime spontane, ka pasur dënime për persona që kanë qenë ose orientues ose drejtues në zgjedhje, pra komisioner, numërues e tjerë, po dhe për individ ose zyrtar që kanë bler vota si drejtues bashkie e tjera. Për ta bërë më konkrete, në qoftë se një drejtues i një institucioni të caktuar detyron punonësit e tij për të votuar një subjekt politik, sa dënohet? Nëse vërtetohet. E para duhet ndarë se çfarë lloji vepre penale do krye. Pra, është në shpërdorim të tyre, është shitblerje vote. E shpjegova rastin. Nëse orienton, duhet provohet në cilat forma... Jo orienton, e detyron. Po pra, detyron dhe orienton në cilat forma, me çfarë mënyre, pra duke ushtuar pushtetin e tij, duke dhënë para, duke bërë veprime... Do sillesh kaq vota ose do të heqim nga puna? Do të heqim nga puna. Por bën vepër penale edhe kërkesa në zyrat e shtetit ndaj një qytetari për të votuar një subjekt politik. Sa mund të dënohet? Disa vepra penale në këtë pjesë. Pra, konkuron dhe shitblerja votës, konkuron shpërdorimi detyrës, se nuk mund të bësh propagandë politike në momentin që je në administratë. As mund kërkosh votë, as mund blesh votë, as mund bësh... Ke kaluar jashtë orarit punës, si e në orën 4-5, si thua, stafit? Nëse je në punës civil nuk të lejohet, ashtë jashtë orari zyrtar të punës, që ti të shprehësh publikisht bitjet e tua politike. Megjithatë, edhe për në punësit e administratës publike, marrëdhënia e punës të cilëve të rregullohet nga kodi i punës, ka një ndales në raport me shprehjen publike të pëlqimeve dhe pikpamjeve të tyre politike. Po ne shikojmë në WhatsApp që dërgojnë të gjithë, kanë nxjerrë fotot e kandidatëve të caktuar dhe po votoni këto. Janë në shkeljet e ligjit. Komisioneri për mbikëqyrjen e shërbimit civil do duhet që të futet në... Është bërë i bie që gjithë administrata të ketë probleme me drejtësim. Shiko, problematika e përdorimit të shtetit dhe burimeve shtetërore në fushatën elektorale është problematika kryesore e zgjedhjeve në Shqipëri. Gjithë raportet... Mos është bërë kastile kjo që të mbingarkojnë spakun të mos merret me gjërat e mëdha, të merret me këto? Jo, edhe këto nuk janë gjëra të vogla, sepse janë gjëra që influencojnë, intimidojnë dhe detyrojnë. Edhe pse është në WhatsApp, edhe pse është Komisioneri për mbikëqyrjen e shërbimit civil i ka quajtur rrjetet sociale sheshe publike. Pra, në momenti që ti bën një status në Facebook, është njësoj sikur ke dalë në shesh, në një miting të një partie politike dhe po shpreh pëlqimet e tua politike. Kështu që në bazë të ligjit, këta shtetas nuk duhet dhe nuk mundet të bëjnë një veprim të tillë. Patjetër që pastaj kanalizimet e veprave të caktuara, nëse është një kundravajtje administrative, nëse është një vepër penale, apo nëse është diçka tjetër, do duhet që të jenë institucionet që të kryejnë hetimin administrativ përkatës për të arritur në përfundimin përkatës. Duhet ketë një denoncim për këta apo jo? Patjetër që institucionet mund të nisin hetimet edhe kryesisht. Por në praktik ka funksionuar që nëpërmjet denoncimeve të caktuar është arritur për hetime të caktuara. Për shembull, ka nisur me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ku filloi të vijej në funksionim në zgjedhjet e vitit 2023 i gjithë mekanizmi i denoncimeve dhe hetimeve dhe sanksionimeve ndaj institucioneve të caktuara, pikërisht për problematikën e përdorimit të aseteve shtetërore në funksion të fushatës elektorale, vijon ende, po ajo që ne vërejmë shqetësuese është fakti që KQZ në raport me një çështje të tillë ka bërë hapa pas. Deri tani, lidhur me këtë proces zgjedhor, në KQZ janë më shumë se sa 150 denoncime të depozituara, kryesisht nga Partia Demokratike, por shumë prej tyre, diku tek 50 të tilla të depozituara nga organizatat shoqërisë civile. Dhe ajo që është arritur përfundimisht deri tani është vendosja e vetëm 2 sanksioneve administrative ndaj sekretarit të përgjithshëm të Bashkisë Tiranë në vlerën, në mos gabofsha 3.000 lek të reja. Do me thënë, në 150 denoncime, jemi në pikën kur kemi vetëm 2 sanksione ndaj të njëjtit individ, ndaj të njëjtit institucion. Dhe sa janë në total vlera, sa shkon? 3.000 lek të reja, një sanksion për funksionarin në... Sa 2 gjobat bashkisë, kur parkon keq, gjoba që vënë policisë bashkiake është aqë. Gjobat kanë filluar në 20.000 lek, nuk e... Sipas kodit penal, përdorimi i funksioneve publike është neni 328A për veprimtari politike dhe zgjedhore, ka dënime marrësh deri në 3 vjet. Pra, në varësi të llojit të paragrafit, jo, është nuk futen në kundravajtje penale, mund marrin dhe dënim të lartë. Korrupsioni aktiv në zgjedhje e ka me marrësh 1 deri
në 5 vjetë, pra marrë goxha i lartë, kishim dhe rastin edhe 3-7 vjetë. Kishim dhe rastin në varësi të veprës, pra një sër vepras që klasifikohen si vepra ose krime zgjedhore. Të duhet thua është parë në ndjesë, s'duhet të japë mend. Mora me që se më pyti për personat. Fotografimi, që është kthyer në një trend në rrjetet sociale, një lloj siç nëse mundem, ja të mbaroj Redi, ndjesëre të mbaroj. Jo, në këtë këndvështrime kisha që ka disa marzhe dënimi për vepra të ndryshme se mund të jenë të shumë llojshme veprat penale që lidhen me krimet zgjedhore. Fotografimi i votës? 3-7. Duhet parë se 3-7. Për atë që e fotografon votën. Për atë. Po shi çfarë ka? Po këta të cilët vijnë nga emigracioni dhe s'kan asnjë problem. Mund të themi diçka për këtë? Kosova kishte zgjedhje në shkurt. Po. Në shkurt ardit? 14 shkurt. Po nuk është i rëndësishme vetëm dënimi, nëse mund ta them. Është çështja nëse hetohen dhe identifikohen këto raste se shërben si mesazh për ndalime dhe këtë dua të them. I vuajmë në çdo zgjedhje këto, nuk është çështja e këtyre zgjedhjeve specifikisht, pavarësisht se ndikon në rezultat. Këtë dua të them dhe ndoshta për aq sa na dëgjohet zëri, po e themi edhe ta dinë. Shqyr që kemi dhe kolegën, pra 3 deri në 5 vjet kush fotografon votën, dhe çfarë po ndodh? Në Kosovë kishte zgjedhje në mes shkurtit. Albin Kurti, ky është sekret publik, kishte një PR, një propagandë shumë të mirë dhe krijoi një frymë në rrjetet sociale, ku unë nuk do e bëj gjestin që bënin militantët e Albinit sepse jemi në media kombëtare, por merrnin fletën e votimit dhe shkonin tek PDK-ja dhe në një moment i nxirrnin gishtin e mesit PDK-s dhe shkonin dhe votonin tek lëvizja vetëvendosje. Kjo nuk ishte thjesht një rastësi që ndodhi ku diun se çfarë. Kjo ishte strategji që u kthye mandej në një fushat me teorinë e famshme të Orteku që njihet në komunikim, ku njëri pas tjetrit u kthye në trend. Dhe kjo sigurisht i shërbeu lëvizjes vetëvendosje. Tani identik e njëjta gjë, nuk e di se nuk kam një fakt që ta dëshmoj e organizuar nga opozita apo jo, nuk e di, por po ndodh nga ana e opozitës. Shkohet tek numri 5, nxirret gishti i mesit, është identike. Në votën e diasporës. Po, dhe pastaj kalojnë tej. Po pra sa ato e kanë fletën e votimit. Dhe këto po i nxirrin në rrjetet sociale. Tani kjo nuk ka si problem në kuptimin kush dëmtohet. Dëmtohet Rama, dëmtohet Lapaj, dëmtohet X-i apo Y-i. Por ata njerëz duhet të kenë parasysh diçka, që në momentin që e bëjnë në profilet e tyre, në qoftë se një patronazhist i mbikëqyrë në rrjetet sociale, dhe ato e po patronazhist pra. Dhe ato i merr dhe i çon të gjitha, i çon tek spaku në këtë rast. Ata njerëz kur të kthehen nesër në Shqipëri, të gjithë ata që kanë fotografuar, i kanë bërë video votës, jo se i kanë treguar gishtin e mesit 5-s apo 7-s apo 2-shit, por sepse kanë fotografuar gjithë procesin e votimit dhe vullnetin e tyre që është për kë kanë votuar, mund të kenë pasoja me ligjin. Dhe kjo ka ndodhur në Kosovë. Ata foton e bëjnë vetëm me gishtin e mesit pesa apo edhe kur votojnë? Jo, kur votojnë. Sepse ashtu mund ta konsiderojnë pa vlefshme. Të gjithë proces. Siç ka shembuj që unë dua t'i inkurajoj dhe t'i përgëzoj, që tregojnë të gjithë procesin nga marrja deri tek dorëzimi tek postieri, duke hequr pjesën si kanë votuar. Pra, si hapen zarfet, si nuk tregojnë pjesën e votimit, si futen sërish dhe gjithë procesin që është motivues në kuptimin për të thënë që votoni e gjitha me radhë. Kjo po. Pjesa tjetër... Çfarë ndodh? Anduela, çfarë ndodh me emigrantët të cilët fotografojnë votën? Cili legjislacion ndikon tek ata? Legjislacioni shqiptar apo i vendit në cilën ata jetojnë? Shiko, ka i problematik, sepse në qofse në Shqipëri do ndodhi që në një qendër votimi një qytetar fotografoj votën, atëherë problemi futet në sferën e ndalimeve të kodit penal të Republikës së Shqipërisë. Por edhe në rastin e fjalë, nëse prokuroria ose SPAK, në rastin konkret do duhet jetë SPAK, sepse shitblerja e votës është në kompetencën e prokurorisë posaçme, krijon një komunikim
me institucionet e tjera ligjzbatuese në këto shtete, atëherë mund të filloj një hetim dhe mund të procedohet. Sigurisht që çështja nuk është kaq e lehtë sa sikurse do të ishte brenda territorit të Shqipërisë. Dhe për sa kohë ne miratuam një ligj, Parlamenti Shqiptar, miratoi një ligj që të drejtën e votës u dha mundësinë ta ushtrojë nëpërmjet postës, atëherë automatikisht u pranuaj që përgjegjësia për fshehtësinë e votës, për evitimin e votimit familjar, për evitimin e fotografimit ngelet tek qytetari. Nuk mund të kontrollohet sikurse ndodh në brenda vendit kur ti hyni në qendër votimi dhe je në të gjitha. Kam përshtypjen se me këtë fletë votimi që është edhe nga do ta marrësh drejtimin kuptohet shumë qartë. Se është kaq e madhe kuptohet në fillim apo jetë 11 Vepra penale i shtrin efektin në Shqipëri dhe për çdo veprë penale që i ka efekt në Shqipëri sepse lidhet me zgjedhjet e ka detyrimin prokuroria ta hetojë. Është e vështirë, në mënyrë pa diskutueshme, duhet bashkëpunim me autoritetet atje, është një proces i gjatë, por që normalisht nuk mund të abuzohet me fshehtësinë e votës dhe me votimin familjar ato çfarë mund të bëjnë ata individë cilët marrin këto vota grup dhe votojnë grup dhe publikojnë votën. Unë mendoj që për vetë faktin që ne në ushtrimin e parë të votës diasporës kishim këto shifra kaq të larta, pra afro 246.000 të regjistruar dhe deri tani 117.000 që kanë sjellë zarfin. Pra janë shifra shumë të larta nëse do krahasojmë me vendet e tjera fqinje që kur e kanë ushtruar për herë të parë. Kosova, që e mori si shembull Flogerti, në herën e saj të parë të votës diasporës, në zgaboj ka qenë tek 1.5-2%. Me zore ka kap 10% në këtë vit. Këtë në Maqedoni e Veriut ka qenë më pak se 1%, Malizi tek rreth 3%, Serbia te 3-4%. Kurse ne jemi në shifrat e të regjistruarve që mund të shkonte mbi 10%, pra afro 12-13%. Edhe me pjesëmarrjen e tanishme, me aq zarfe sa kanë ardhur, sikur mos të vijë asnjë zarf tjetër, të ngelet vetëm 117.000, jemi afro tek 5-6%, nëse pjesëmarrja do jetë tek 1.7-1.6, si ka qenë zgjedhjet e fundit. Ne kemi 1.8-1.9 milion jashtë, kështu që 120.000 janë 6%, nuk janë 10 se duhet 170.000 që tjetë kemi jashtë nuk e dim, po tek 6 ose jo, flasë me listat e aq sa kemi në lista dhe sa votuan për shembull në zgjedhjet e 2021-shit ka qenë rreth 1.8 milion votues. Nëse do kemi të njëjtin numër dhe kaq vota nga diaspora, shifra prapë shumë e lartë si ushtrim i parë. Është vetëm Turqia që ka qenë në pothuajse në këto. Turqia e dim ne si e bëri Erdoani, shpresojmë që mos tjetë. Unë për ngjashmërinë them, mos ngjaj rezultati. Por ne do duhet të pranojmë që sepse sigurisht që jetojmë të gjithë këtu dhe e kemi kuptuar jo vetëm neve si vëzhgues, po natyrshëm të gjithë qytetarët që edhe regjistrimi në diaspor u influencua, u patronazhua nga partitë politike, njësoj sikurse brenda vendit, në pusit e administratës publike u detyruan njësoj sikurse brenda vendit që të sjellin apo të informojnë apo të detyrojnë të afërmit e tyre të regjistrohen në platformë. Përpos kësaj të gjithë po them në rastin e Partisë Socialiste, duke qenë që është partia e qeverisë e vendit, të gjithë ministrat apo kryetarët e bashkive përgjatë fundjavës ishin nëpër diaspor pikërisht për të shtyrë të proces. Nëse do të shikoje Perin në ditët e fundjavës, kishte 2 fishin apo 3 fishin e aplikimeve në raport me ditën e javës, çka do thotë që prezenca e politikanëve shqiptar nëpër këto shtete rriti ndjeshëm numrin e regjistrimeve. Ajo që tani në këtë pikë ngelet e rëndësishme është që t'u garantohet e drejta e votës dhe të respektohet ligji për jo vetëm nga qytetarët shqiptar që ushtrojnë të drejtën e votës, por sigurisht edhe nga institucionet në momentin e bëritjes. Ka dhe problematik tjetër, ka dhe problematik tjetër që tani masollën për shembull në Francë. Në dikush nga Franca më thotë që kam parë në rrjetet sociale, edhe tani që mendohem, më ka dalë dhe mua, TikToku punon me qëra lafi, në wireless. Në disa. Kështu që është më shqetësues sa fotografimi i votës, që është shqetësues patjetër, po është dhe pjesë e propagandës. Ka njerëz që dalin me 5-6 zarfe në dorë, që e kanë marrë për gjithë shtëpinë, edhe votimi familjar në diasporë është kështu.
Po, kemi thënë që në fillim të herës. Se dhe... Ne nuk thamë vetëm në shtëpi, ne thamë mund t'i marrësh në një lokal, t'i mbledhësh, t'i japësh nga i kapës e në drekt, votojnë dhe t'i dorëzorë. Më falin partitë se ndoshta po ju prish punë, po thjesht po ju them atyre zotrinve dhe zonjave që i nxjerrin në rrjetet sociale dhe nga 4-5 vota që ja si familje plotësova për mamin, për babin, që mund të kenë të lashe me këtë spakunore, se nuk po pyet ky, nuk po pyet edhe shumë lartë, jo më për të bërë kurbener që nesër procesit jetë më i mirë. Kështu që kujdes votimin familjar, jo votimit familjar, jo fotografimit votës, jo. 3 gjerë 5 vjetë burg, Jo, sa ishte deri tani numri denoncimeve që është bërë në SPAK? Jo, pak është një 18. Në SPAK është edhe në prokurorinë e përgjithshme janë denoncimet të tjera. Ajo që unë po përmendja më herët ishin denoncimet në KQZ, lidhur me përdorimin e burimeve shtetërore, aseteve shtetërore në funksion të fushatës elektorale dhe KQZ zakonisht ndjek një hetim administrativ që nuk konsiston në një vepër penale, por duke qenë që strukturat e përkatëse të SPAK-ut. Po, a mund ta bëjnë denoncimin e tillë edhe në KQZ dhe në SPAK? Po, patjetër. Nëse KQZ shikon që shkelja është vepër penale, e përcjell në prokurorinë e përgjithshme ose në SPAK. Kjo ndodh jo vetëm me burime shtetërore, kjo ndodh edhe me auditin pas zgjedhor. Në momentin që 10% e kutive hapen më pas në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të parë nëse përputhen të dhënat në dokumentacion edhe ato që faktikisht ndodhen në përkuti, ka pasur raste të komisionerëve të cilët janë çuar për ndjekje penale në prokurori. Një thirrje më shumë për çdo komisioner që të angazhohet në këtë proces zgjedhor që të respektoj ligjin dhe vetëm ligjin në të gjithë ushtrimin e detyrës së tij në procesin e votimit dhe në procesin e numërimit të votave, sepse përgjegjësia pastaj ngelet personale. Sigurisht që... Edhe te kjo e kisha ta lexojmë vetë ligjin, se mos e marrin kështu me të thënë. E zbatova ligjin si që ma thanë. Ore, do habitën kur zbresin rinas, edhe të shkojnë të ajo godina e qelqit atje dhe thuhet je minimumi 2 vjetë. Në vënd që nisen për kësa mil, nisen të 313. Okej. Kështu që mos e fotografoni votën, mos e nisni votën, po nuk e di se sa efekt ka tani. Mos e fotografoni, po mbajni në telefonin tuaj, mos e çoni miletit dhe mos e hidhni në rrjetet sociale. Mbajni për shef. Unë do të një përtej gabimeve që është duke bërë votuesit nga diaspora, që gjithsesi ne thamë do jenë jo më shumë se 10%, ose rreth 10%. Mos ja qojnë as patronazhistëve, se mund të jetë patronazhisti në hetime dhe ju del gjithsesi, nuk është se është vetëm te rrjetet sociale. Duke se kemi hapur një frikë të gjithë. Thjesht votoni edhe vetëm kaq, se unë kam eksperiencën e një familjarit tim, ishte duke më kërkuar ndihmë, por ka qenë vetëm disa ditë mbasi unë kisha bërë një thirrje në rrjetet e mia sociale, atë thirrje që pak a shumë bëri Flogerti që mos e fotografoni edhe duke përmendur penalitetet, dhe vetëm disa ditë pas si kësaj thirrje më merr në telefon me WhatsApp call edhe më thot kam fletën e votimit, po thjesht dua të them që dua të më ndihmosh si të votoj, po pa më thënë emra, se di që ti ke bërë thirrje të kundërt, i thash, atëherë pse po merr mua në telefon? Kaloj të jeni për hati, te kronika. Por unë do të thënë një diçka tjetër që e nisi në fillim Redi sa e takon fushatës dhe klimës zgjedhore. Mendoj që problemi më i madh për te asaj që ka në fokus SPAK-u, pra përfshirjen e krimit në fushat, elementeve të bandave që akuzon shpesh opozita, unë shikoj më tepër problematike administratën zgjedhore dhe faktin që në qarqet caktuara për të zgjidhur një problematikë zgjedhore, sa administrata zgjedhore administrata shtetërore. Administrata shtetërore, ndjes. Si u bin qaf njerëzve kot. Administrata shtetërore, fakti që në qarqet caktuara qytetar për të zgjidhur një problematik apo një shqetësim që e kanë të bartur prej vitesh, tashmë nuk e zgjidhin më tek zyrat e shtetit, po e zgjidhin në zyrat e partive dhe në këtë rast sigurisht Partisë Socialiste. Pra, nëse ka 2 apo 3 vite që vuan për të marrë një leje legalizimi, nuk shkon më tek zyra e kadastrës, po shkon tek zyra të shtabi elektoral që ka hapur në këtë rast në shumë qarqe, fenomen që unë ma kanë denoncuar qytetarë të ndryshëm. Jemi para veprave penale. Si dhe ajo, vetëm hana nuk ja usjedhim ndodha. Dhe kjo është prapë pastaj një problem shumë i madh që gjithsesi do duhet të jetë në fokus dhe duhet prapë edhe këta qytetarë
duhet jenë të vetëdijshëm që janë prapë edhe këta duke është shkelur vepër penale ligjin. hapur, Pra është përveç to vepra zyrtarit penale edhe cilët vetë qytetari përmendëm. është duke shkelur ligjin. Po këto nuk e denoncon njëri, se a i përfiton se si hallin shumë win-win kollaj. story, zyrtari merr votën, ai merr lejen legalizimit dhe Tani Ardit Anduela, kam në një pyetje. ti sapo zgjidhe shumë legalizime tani. Anduela, kam në një pyetje. Po këto zyrat Edhe shumë elektorale vota të PS-s. cilat janë në ambiente të ndryshme po janë pa logo. Është e drejtë e partisë politike që Të vendosi logon ose jo? Ajo që ka detyrim Okej. është të deklaroj shpenzimet për atë zyrë zgjedhore në Komisionin Jo, Qendror por të duhet jetë e Zgjedhjeve. identifikueshme. Duhet Nëse jetë? është zyrë zgjedhore, zyrë elektorale duhet jetë e identifikueshme. Pas ligjit Dhe të përshtatshëm dhe shkruhet poshtë nën përgjegjësinë ligjore të Partia Në Demokratike. rastin e materialeve propagandistike që prodhohen, që janë banerat, apo që janë reklamat e vendosura në për City Light, apo që dhe fletushkat që të gjithë në shikojmë, ato duhet të kenë bishkrimi prodhuar në përgjegjësi ligjore të. Ndërsa në rastin e zyrave zgjedhore, mirë është dhe zakonisht vendosen ato posterat përkatëse të partive politike, por nuk është detyrim që të vendosen këto postera të partive politike, është zgjedhje e tyre. Ai që ngelet detyrim është deklarimi i kontratës së qerasë dhe i të gjitha shpenzimeve që kjo zyrë përfshin. Okej, shkojmë në pak reklama dhe kthehemi në pjesën e fundit me rezultatet.